E patë si e arrestoi autokrati Turqisë kundërshtarin e tij politik, kryetarin e Bashkisë së Stambollit, njeriu më të fuqishëm, po, 300 policë kishte çuar. 300 forca policie kishin rrethuar banesën, rrugën, lagjen ku banonte kundërshtari i tij politik. Tamam si Edi Rama që arrestoi presidentin Ilir Meta, që nxori në rrugë gjithë policinë e shtetit, bandit lloj-lloj me kapuç pa kapuç dhe bëri atë arrestim që bëri. Dhe kuptoni tani që autokratët një sjellje kanë. Në të gjithë botën një sjellje kanë. Kështu e ka Putini, Erdogani, autokrati i Tiranës Edi Rama dhe Vučići në Serbi. Pra, ky katërkëndësh që është në këto zona veprojnë në të njëjtat mënyra, arrestojnë kundërshtarët e tyre politik në të njëjtat forma, sepse autokratët përdorin të njëjtat mënyra për ndaj kundërshtarëve të tyre. E pra, Edi Rama, Erdogani, Vučić edhe po deshet juve Putini, po edhe Lukashenko në Bielorusi. Ja pra, këto janë vendet autokrate me autokrat që këta i glorifikojnë dhe këta duan t'i imitojnë. Rama është një autokrat i vogël në Ballkan. Pra, ndjek shembullin e Erdoganit dhe të miqve të tij në Orient.